Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale ndau lajmin e mirë se boksieri vlonjat Aleksandër Gëzim Ramo ka arritur një sukses të madh në karrierën e tij, duke u shpallur kampion i Italisë në peshën gjysmë të rëndë. Kjo fitore e boksierit vlonjat duke u shpallur kampion i Italisë në peshën gjysmë të rëndë sipas Leskajt, na krenon të gjithëve ne bashkëqytetarëve të tij vlonjat, sportdashësit si dhe gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali. Në duelin e zhvilluar në Palamacia të Livornos, Aleksandër Ramo triumfoi ndaj boksierit të vendas Federico Gassani, duke fituar me vendim unanim të gjyqtarëve. Përballë një kundërshtari të fortë dhe në një arenë ku tifozët mbështesin Gassanin, Ramo arriti të mbante iniciativën dhe të kontrollonte duelin deri në fund, duke treguar një performancë mbresëlënse, duke shfaqur teknikë të shkëlqyer, forcë e vendosmëri gjatë gjithë ndeshjes. Me këtë sukses, sipas deputetit demokrat Bujar Leskaj, ai shënon një moment historik në karrierën e tij, duke vendosur emrin e tij mes më të mirëve në boksin italian. Aleksandër Ramo është kampion i ri i Italisë dhe një emër që pritet të shkëlqej, po ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Kjo fitore tregon se Ramo është gati për sfidat edhe më të mëdha. Aleksandër Ramo numëron plot 16 fitore dhe ende nuk një humbje. Aleksandër Ramo rrjedh nga një familje me tradita të forta në sportin e boksit, si nip i Idai Ramos, një sportist dhe boksier kampion, dhe me emër në Vlorë e Shqipëri, i cili gjatë harkut kohor të 1954-1963 është shpallur 2 herë kampion në kategorinë e dytë, fituesi i Kupës së Republikës në 1957, kampion kombëtar i kategorisë së parë në 1961, si dhe fituesi i 2 ndeshjeve ndërkombëtare. Si trajner i flamurtarit ka përgatitur një numër të madh boksierësh të talentuar, thot Leskaj. Mjeshtri Idai Ramo me punën dhe sukseset e arritura ka lënë gjurmë të thella në ringu shqiptar, ndërsa sot në këtë sport po lë gjurmë boksieri kampion në Itali, vlonjati Aleksandër Ramo, në ringun ndërkombëtar. Deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj i uron sukseset më të mira krenarisë së Vlorës, boksierit kampion të rigjeve ndërkombëtare, me të cilin duhet të krenojmë të gjithë.